Vazhdo. Pashkovasa, 1825-1892, I njohur edhe si Vaso Pasha. Ishte një nga figurat më të rëndësishme të rilindjes kombëtare shqiptare. Ai ishte shkrimtar, poet, diplomat dhe veprimtar politik, që kontribuoi fuqishëm në forcimin e ndërgjegjës kombëtare shqiptare. Ai lindi në Shkodër dhe më vonë shërbeu si administrant osmane, duke arritur postet e larta shtetërore. Megjithatë, përkushtimi I tij ndaj çështjes shqiptare mbeti I palëkundur. Konteksti historik. Shekulli XIX ishte periudha e zgjimit kombëtar për shqiptarët. Shqipëria ishte në sunim osman dhe përballej me rrezikun e coptimit nga shtetet fshinje. Në këtë kohë krijua Lidhja Prizren 1878, një organizatë politike që synonte mbrojtjen e trojeve shqiptare. Pashkovasa ishte një nga mbështetësit dhe ideologët e kësaj lëvizjeje.